Dhe tashmë jemi gati për të folur për atë se çfarë duhet të ndodhë dhe çfarë mund të ndodhë sonte në një ndeshje jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për Kosovën, kësaj radhe me Zvicrën, në ndeshjen e fundit të kualifikimeve direkte për Kupën e Botës 2026. Jashtë kemi një motë me shi dhe u paralajmëruas edhe në mbrëmje do të ketë, por as shiu besoj që nuk do të ndalë edhe tifozët mbi të gjitha për të shkuar dhe për të qëndruar afër aty. Jemi në studio sot me Albanin. Alban, mirë se erdhe. Që të ta keni sonte vazhdimisht në të shtatë. Jemi me Ardianin po ashtu, mirë se erdhe. Dhe do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë Anel Rashkaj, ish kapiten i Kombëtarës së Kosovës. Anel, përshëndetje, mirë se erdhe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Faleminderit, shumë kënaqësi që të kemi. Do të nisim me studio dhe do të nisim me Albanin, i cili gjithmonë është shumë i zhurmshëm dhe i zëshëm kur vjen puna për Kosovën. Pas një suksesi të shtunë natyrisht, një ndeshje shumë e rëndësishme edhe sonte. Çka pret ti në fushë? Fillimisht me thonë përshëndes Rashkajn dhe qa me thonë unë ma që ka me folë unë e para Rashkajt ose mi dhonë zorën e ma shumë se aj. Po pakën për njësë nga debate i fundit që është bë këtu. Rashkajn knashti me qenë sigurisht si me Rashkajn, po ashtu edhe me kështu kolegët e ti cilët e kanë njësë do më dhe përfaqësimin e kombëtarës e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe e kanë thonë maksimumin duke mos kursy kushtë nga vetja dhe pikërisht djersa aty ne kanë diku që shumë të ri sot të ndjekin ëndrën e futbollistit. Andaj edhe për këtë arsye mendoj që ne që jetojmë Kosovë edhe duhet ta shprehim hapur që Kosova është e shqiptarëve dhe shqiptarët e Kosovës duhet ta ndihmojnë kombëtaren e tyre që në këtë rast është emri Kosova. Tash ne të gjithë e duam simbolin QQZ, të gjithë jemi shqiptar. Po ja që Shqipëria zyrtare e përfaqëson flamurin QQZ dhe ne gjithmonë kemi qenë me ta dhe jemi vëllezër. Kur vjen në pyetje substanca, në këtë rast, do më thonë e kemi kombëtaren e Kosovës, kombëtaren tonë, dhe po besoj për këtë arsye, besoj që edhe me shumë kolegë në studio jemi përballë për këtë vizion. Nuk është çështje që ne jemi më shqiptarë se ata në Durrës ose në Tiranë, po edhe ata nuk janë më shqiptarë se ne këtu në Prishtinë, Prizren apo kudo tjetër. Domethënë vetëm këto mas pari duhet me ndo, edhe me shoqëritmie. Tjerat, pastaj ne i kemi këto simbole që dihet si kanë ardhur, domethënë, edhe ajo që është më e rëndësishmja që fal këtij simboli, fal kësaj pasaporte, sa do e fuqish, domethënë si në ndi që po bëhet më fuqishme, si me pranimin nga shumë shtete në diplomaci, po ashtu dhe me sukseset e Majlinda Kelmendit dhe me sukseset e Anelit e të gjithë tjerëve që nga domethënë filluan nga ajo kategoria 2, duke u ngritë që sot e kemi në grupin B, kombëtarën e Kosovës, sa i përket ligës së kombeve, tani më jemi edhe shumë afër një suksesi tjetër të madh kampionatit botror. Unë mendoj që edhe po që se nuk arrim të kalojmë play-offin, është sukses, sepse kemi lënë mbrapa Suedin dhe Slovenin kombëtare shumë të forta, të cilat si njëra si tjetra janë cilësuar si ndoshta edhe favorit grupit së bashku me Zvicrën. Andaj për këtë arsye po besoj që Kosova e ka tejkalu pritshmërinë për këtë grup, ëndër që shumë lehtë mund të bëhet realitet. Të themi të drejtën nuk ka qenë edhe qëllim i ashpër, them kështu më thojza, i drejtuesve të kombëtarës apo federatës që me dojë mos ta ndjekin botrorin, po megjithatë ka qenë një ëndër që do ta provoj. Dhe po besoj që prurja e tre futbollistëve nga Hoffenheim që janë zemra e ekipit gjerman dhe po kanë sukses edhe atje, domethënë edhe me skuadra të forta, e ka sjell përvojën këtu së bashku me Gallapenin, që është inkorporuar së fundi, e lojtarë tjerë që nga Aro Muriç deri te Vedat Muriçi, të cilët domethënë e kanë bajt barën kryesore edhe në të kaluarën. Andaj kjo është ideja ti përkrahim këta, sepse duke i përkrah këta, e forsojmë shtetin, e forsojmë pasaportën, e forsojmë prezencën tonë në arenën ndërkombëtare. Po, përkraja është duke ardhur të gjithandej. Rashkaj, moment i rëndësishëm, ndeshje e rëndësishme, por çfarë pret ti sonte? Po, fillimisht mendoj që para kësaj ndeshje sonte kemi treguar një paraqitje fantastike deri më tash. Jo vetëm që kemi përfunduar dhe që kemi siguruar play-offin, por edhe mënyra se si kemi siguruar play-offin, domethënë jep me të vërtetë shpresa shumë të mëdha, edhe për të ardhmen, edhe për një kohë gjatë. Sepse mënyra se si jemi paraqitur, domethënë ka qenë me të vërtetë mbretërëse, se kemi dominu, domethënë sidomos në ndeshjen me Sloveninë, domethënë kemi dominu ndeshjen nga minuti i parë. Po ashtu me Suedin, këtu në Suedi kemi treguar një lojë shumë të pjekur,
Dhe kjo me të vërtet më bën të lumtur sepse jo vetëm që kemi fitu, po kemi bë paraqitje me të vërtet fantastike. Po, paraqitje shumë dinjitose është kundër Zvicrës, e dim që se si janë gjasa, domethënë duhet të fitojmë 6-0 për një kualifikim direkt. Që ky është një skenar i vështirë sonte. Nuk është e lehtë, por që të jetë është një sukses i madh, domethënë aty ku jemi tash. Domethënë një play-off për kupë botërore është me të vërtet një arritje shumë e madhe, edhe unë pajtona plotësisht me Albanën që edhe nëse nuk e arrim, domethënë sepse futbolli e ka këto, mund ta kesh një ditë të keqe dhe mund ta humbasësh lojën, kështu play-offi mund të ketë një asi dite, por sidoqë që të jetë mendoj që kemi arritur një sukses shumë të madh dhe prurja e lojtarëve, domethënë futbollistëve që kemi pru tash në kombëtare, e kemi rrit konkurrencën, domethënë dhe kjo e bën që me të vërtetë tash të dukemi si një kombëtare me të vërtetë e gatshme për të marrur hapin tjetër dhe po ashtu jep një sinjal shumë të fortë për të ardhmen tonë. E qartë. Ja se ky rezultati 6-0 e tham është një skenar i vështirë, po në rastin më të mirë çfarë pret sonte, cili mund të jetë rezultati sipas teje? Unë mendoj që më shumë ka me qenë një ndeshje. Po, shkaj pas pak do të themi edhe tek këtë mënyrë. Unë mendoj që më shumë mendoj që ka me qenë vetëm një ndeshje formale. Arsyeja është shumë e thjeshtë sepse lexova që Leon Abdullahu edhe Alban Hajdari, domethënë janë kthyer nuk luajnë sonte, do të thotë Kosova do të paraqitet pa ata për shkak që ata kanë një karton të verdhë dhe trajneri Fota nuk ka dashur të rrezikojë të dytë, domethënë për ndeshjet e play-offit. Kështu që pres më shumë një ndeshje formale, domethënë mund të jetë më shumë një ndeshje barabartë, me një rezultat barabartë, eventualisht me një fitore të Kosovës, një 2 ose një fitore të kundërta të Zvicrës. Pra nuk pres një ndeshje ku Kosova do të hynë me atë aventurën që për me ashenu 6 gola Zvicrës, pavarësisht që na kemi një trajner gjerman edhe gjermanet nuk e dim që e kanë kulturë që mos dërzohen deri në momentet e fundit. Pra, megjithatë unë kur lexova këtë lajm e pash që me shumë gjas, domethënë mos paraqitja e këtyre lojtarëve që praktikisht janë inkorporuar shumë mirë në ekipin e Kosovës, domethënë bën që kjo ndeshje më shumë thuhet si formalitet se sa si një ndeshje domethënë që gjithçysh për pozitën e parë ose për pozitën e domethënë për me arrit çat rezultat, sepse praktikisht na dim që Zvicra është një kombëtar, jo që është më mirë se Kosova, ne kam thonë disa herë, mirë po është një kombëtare që ka krijuar identitet, ka një eksperiencë, ka një përvojë. Ashtu po edhe kjo, domethënë kur është domethënë puna e përvojës, eksperiencës edhe gjitha këtyne elementeve, atëherë bën që është vështirë me marrë kundrejt kombëtarëve Zvicrës. Një rezultat tillë do ta kishte pas vështirë ta bënte edhe Anglia ose Gjermania ose Zvicra. Kosova, domethënë është pak a shumë, po është një përqindje shumë e vogël, kështu që pra ata mendoj që është vetëm një lloj formal. A do të më thekë diçka. Nuk mund të themi që është krejt formale, edhe në një farë forme duhet të situar që është ndoshta as ata që më tepër mi kanë ndrru një sukses tillë që në xhiron e fundit Kosova ende matematikisht i ketë mundësi për kualifikim. Dhe do më do është hera parë që gjiroja fundit për zhvillohet dhe ne ende matematikisht jemi në lojë. Kjo është me rëndësi e para. E dyta, është me rëndësi të ceket që prurja disa futbollistëve, përveç këtyre të Hoffenheimit që i përmendëm, edhe sot 2 prej tyre do të mungojnë, kemi edhe prurje tjera, si është Hoxha, pastaj kemi edhe përvojën e Emirllahu, tani më të skuadra e Kosovës. Dhe po besoj, janë këto prurje që me gjithë ato, si cili mund të zavendësoj tjetrin, dhe nuk do të themi, nuk dua të themi që ne jemi të dorëzuar. Sigurisht është një rezultat, domethënë që po që se ndodh, atëherë domethënë i te kalon gjitha parashikimet. Po megjithatë është e rëndësishme që ne nuk futemi sa për sy e faqe, po është edhe matematikisht kjo. Unë e tregova se kemi një trajner që nuk po pikërisht domethënë kjo është arsyeja edhe pse mungojnë disa lojtarë. Se ka një pikpyetje para se të kalojmë tek Rashka, meqense se kemi një mot me shi dhe reshje, do të japim një informacion atës se çka thon rregullat e UEFA-s e FIFA-s në këto raste.
Sipas rregullave të FIFA-s dhe UEFA-s, ndeshjet mund të zhvillohen edhe në kushte rreshje të dendura, për sa kohë fusha është e sigurt për lojtarët dhe nuk paraqet rrezik. Në rast se kushtet bëhen të papërshtatshme, arbitri kryesor ka të drejtën të ndalojë ndeshjen ose të shtyjë për një moment tjetër pas konsultimit me organizatorët dhe ekipet, se është pikë pyetja, nëse do të ketë do të bëhet ose jo po. Nëse ca topit nuk sillet një herë, atëherë sigurisht se ndeshja ndërprehet, e kjo nuk mund të ndodhë në stadiumin Fadil Vokri sepse fusha është e renovuar. Ndërka që është tjetra në rast se kemi vetëtim ose rrezikshmëri që nga qielli rryma të ndryshme, atëherë domethënë për shkak sigurisë ndërprehet takimi. E kjo e dyta, po që se ndodh, atëherë vërtet rrezikohet takimi dhe zhvillohet në një moment tjetër ose siç e domethënë brenda 24 ore ose ka ndodhur kjo Kosovës një herë. Po. Në kualifikimet të parë. Domethënë këto janë domethënë ato mundësitë që unë besoj që s'do të ndodhin. Ndoshta si e sheh si një ndeshje formale dhe është shumë vështirë arresh me ky rezultati, pra 6-0 siç edhe po kërkohet, dhe çka pret? Sa gola mendojnë që mund të shënojë Kosova sot? Unë mendoj që mendimi jam që trajneri me siguri e ka mendimin që të paraqitet sa më mirë sonte, nuk besoj që do të hyjë në ndeshje ndoshta pa atë interesimin maksimal, domethënë, që të bëhet një performancë e mirë. Pastaj rezultati nuk besoj që ndoshta siç e cekët, domethënë që edhe dy nga lojtarët pushohen shkaku i kartonave, që mos të rrezikojnë në play-off, domethënë tregon pak që normal që rezultati ndoshta është pak i vështirë, por mendoj që paraqitja ndaj Zvicrës është me rëndësi në atë aspektin që me tregu që i jep domethënë një kombëtare që i përballojmë edhe kombëtarë të mëdha. Atëre, me që kohëve të fundit natyrisht, kjo temë gjithmonë ka qenë e diskutuar, por në këtë pikë cili kishte qenë mesazhi juaj për ata lojtarë që hezitojnë të bashkohen Kosovës, ndonë se kemi parë që nuk ka pasur një hezitim, përmendim rastin e Abdullah dhe Hajdarit. Kështu që Rashka, i cili kishte qenë një mesazh për ata që i kanë dyshimet edhe e kanë hezitimin. Unë drejtën jam befasuar edhe më herët, domethënë që disa vite që jemi në kualifikime që nuk disa lojtarë nuk e kanë marrë hapin dhe tash me këta me lojtarë domethënë sidomos të tretë të Hoffenheimit që kanë ardhur tash, domethënë japin një sinjal shumë të fortë për të tjerët dhe kjo më vjen shumë mirë dhe ata që nuk e kanë zgjedhur ende Kosovën domethënë nuk është mendoj që duhet sa më shpejt ta vendosin për Kosovën sepse konkurenca veç është urrit. Unë mendoj që do të vjen një kohë që ndoshta do të jetë vështirë edhe të jetë në bankën rezerviste në kombëtarën e Kosovës. Kjo është mendimi jam sepse në atë aspektin sa shoh unë, domethënë gjeneratat e reja, sa i kem në sidomos jashtë në Evropë që i shoh në këto të moshave të reja, domethënë kjo jep një sinjal që në Antapën do të kemi një numër shumë të madh të lojtarëve dhe është momenti që tash domethënë kur kombëtarja jonë kur nuk ka qenë më mirë në gjithë aspektet. Dhe kështu që nuk ka çka të hezitojmë, kemi mundur Suedin, kemi mundur Slovenin, kemi tregu që kemi cilësi dhe mendoj që është koha që mos të ketë më dyshime, domethënë nuk ka më dyshime, koha është që me ardhë të gjithë të luajnë për Kosovën. Ajda e pyeti Rashkan se sa golla mund t'i japin sonte Kosova, po më pyet juve sa golla mund t'i marrë. Do të ishte ideale, po t'i merrnin 2 dhe t'i japnin 8. Kështu që 8-2 rezultati ideal do të ishte. Mira kish me qenë 6-0. Unë këtë llogaritë Jo, e kemi mujt 8-2 është më mirë, po sigurisht është e vështirë, Si paraqitet Zvicra sonte, Alban? Ja, pa Zvicra po besoj që tani domethënë nuk e lejon në rastit asgjë dhe do të paraqitet me ekipin e tyre më të mirë që kanë dispozicion. Ashtu edhe kanë ardhur. Po domethënë kanë gjakën në qendër të fushës, dirigjentin e tyre. Që ta kishim ne do të ishte ndryshe. Pak me të njëjtë shumë gjaka. Që po ta kishim ne, absolutisht. Po ta kishim ne, ndoshta do të ishte pak më ndryshe, po. Unë nuk mendoj, domethënë Zvicra, edhe e kanë thonë edhe mbas ndeshjes tyne me Suedin. Po. Që në Kosovë nuk kemi kualifikuar ende, edhe në Kosovë kemi më shku për me dhonë 100% me fitu edhe me dalë pastër me fitore për i grupit. Pjesë e lojës edhe kjo. Po, ajo që ka unë e shoh, nuk mendoj dhe më thonë që gjaka që pëthojnë jo ka me fali, s'ka me fali, nuk mendoj që do t'a bën ato. Urojmë që veç golla mos t'jep të rjetët e din çka shkruhet. Spaku do më thonë me deklaratat e tine të fundit, që asë e gjakës ka shi Kosovës kanë ndryshu tërsisht, do më thonë ajo është
do më thonë del... Qysh ka ndryshu fondi? Ka ndryshu, do më thonë aspektin shihet që une po kthejna pak në kohë dhe pikujtoj një fjalë të Fadil Vohrit, që e thotë mu më ka jap futbolli gjithçka, tash une do të më ja kthy futbollit ata që mu ma ka dhënë. Pra edhe Xhaka do më thonë ati i ka jap futbollit gjithçka dhe tash para do më thonë përfundimit të karrierës të tij, pensionimit, do thonë sa i kanë me 3-4 vjet, ai tash po don me ja kthy ato që ja ka jap futbolli, po don me ja kthy, po nuk ka vendos me ja kthy Zvicrës, Kosovës ose Shqipërisë, po ka vendos me ja kthy Zvicrës. Ja, si çaban veç një pyetje në çështë zhargon kur jemi. Çka mendon për deklaratat e Xhakës ndaj Tereshës së Hoffenheimit, e sidomos ndaj mbrojtësit Abdullahu që ka bërë krahasimin me Jasharin. Domethënë Jashari Milanos tani më ka vendosur me lu për Zvicrën, ndërka Abdullahu për Kosovën dhe Xhaka doli hapur duke e vlerësuar më lart Jasharin dhe duke thënë që këta kanë pas më tepër problem. Dhe pikërisht kjo po besoj nuk ju kanë dalë Xhakës këto deklarata ndaj djemve tonë, sepse këta djem nuk kanë ardhur te Kosova pse nuk i ka ftuar Zvicra, por kanë ardhur te Kosova sepse kanë vendosur me ardh dhe janë di ashtu për me ardhur me lut për Kosovën dhe nuk ka nevojë ta mundoj as Xhakën, as Jasharin, cilët kanë vendosur me lut për Zvicrën në këtë raport. Sepse sikur po dëshirojmë ndoshta me dalë aty që ne si ata që luajnë për një shtet tjetër, si ata që luajnë për Kosovën, janë të njëjtë, po e zgjedhin atë mundësinë, e zgjedhin atë mundësinë më të lehtë, kjo po më pengon, sepse nuk e ka zgjedhur Abdullahu mundësinë më të lehtë, sepse edhe këtu mund të ndryshoj der një lojtar tjetër më i mirë dhe luan vend tij. Domethënë sidomos në kombëtare asnjëherë nuk i ki vendin e rezervuar ose siguruar. Andaj këto deklarata kanë vetar dosh me pas kontinuitet. Këto deklarata vetëm ndeshta me përmbush ato që thaaj që po pajtona plotësisht. Ka ndryshuar kurs Xhaka ndaj Kosovës tërësisht. Çka pretësonte nga Xhaka, Rashkaj, të lutem? Po, shiko, ajo është kapiten i kombëtarës Zvicrës dhe e normal që ka dhe ai atë presionin e vet të tregoj, sepse në ndeshjen e parë mendoj që nuk ka luajt ashtu siç në maksimumin e tij, por në ndeshjen e parë ka luajtur në Kosovë herën e kaluar. Por jo, ai normal shko, ai ka presionin e vet, domethënë është kapiten i kombëtarës dhe është pak edhe i detyruar ndoshta me u paraqit maksimum, se ndoshta edhe trajneri pak i bën presion, shkoku i rezultateve. Por mendoj që ne nuk duhet të fokusohemi shumë në të tjerat, ne mendoj që jemi duke ecur shumë mirë, jemi duke bërë një ekip shumë të mirë dhe kjo është më e rëndësishme për neve dhe shpresoj të paraqitemi sa më mirë dhe e dim që atmosfera në Fadil Vohri çdo herë është fantastike. Për këtë nuk dyshojmë. Ama nuk dyshojmë, nuk dyshojmë as në Shqip për tifozët. Për atmosferën nuk dyshojmë që do të krijohet. Jo vetëm në Fadil Vohri, por edhe në tërë Evropën kemi treguar që kemi një tifozëri fantastike. E vërtet. Rashkaj, faleminderit shumë për këtë lidhje. E vlerësojmë shumë edhe ishte shumë kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë, ndërkohë është e pashmangshme që edhe Zvicrën mos të shohim në Kosovë, nga atje kanë ardhur shumë vizitorë që natyrisht e duan sportin dhe po i shfrytëzojnë këto ditë pak edhe me eksploru Kosovën përgjithësi ose mbas vetëm Prishtinën. Faleminderit jam. Urojmë të mirën sonte për Kosovën. Duhet cekur se përveç domethënë prezencës tifozëve edhe një numër shumë i madh i media nga atje kanë ardhur. Domethënë që dorën zemër ndoshta edhe kanë zonë vende shumë gazetarëve vendor, por po ashtu edhe gazetarët nga Kosova ishin të pranishëm atje në një numër të konsiderueshëm. Dhe kështu po besoj miqësia atyre sa i përket fair play të ekziston. Absolutisht, dhe është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë. Suksese. Suksese të gjithëve sonte.